Profesor Sinani, nderuar akademik Mehmet Kraja, kryetari i Akademisë Shkencave të Artëve të Kosovës, nderuar akademik Sabri Hamiti, kolegë të nderuar, punonjës të instituteve albanologjike, kolegë pjesëmarrës, konferenca me tematik Bajroni dhe Bajronizmi në botën shqiptare, mori shtys nga 200 vjetori i ndarjes nga jeta të George Bajronit, një autor që ndikoi së tepërmi, jo pak zhvillime në rryma e dukuri letrare të shekullit në të cilin jetoi, por dhe më vonë. Trajtimi i bajronizmit në reale dhe individualitete shkrimtarie e dëshmon qartësisht interesin dhe receptimin e gjerë të thirrjes së kësaj konference shkencore. Me synimin që të kishim një pjesëmarrje të vlefshme në këtë veprimtari sa ndërkombëtare aq dhe ndërinstitucionale, të iniciuar si bashkëpunim mes dy akademive tona, kemi sot të pranishëm studiues nga disa institucione të rëndësishme të kërkimit shkencor dhe të arsimit të lartë në disa vende. Në hapje të kësaj konference kam nderin të jap fjalën për të hapur atë akademik Shaban Sinani, sekretar shkencor i Kryesisë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit Evalda. I nderuar akademik Mehmet Kraja, kryetari i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, të nderuar studiues letërsisë, gjuhës, historisë, akademik, profesor, të ardhur nga qendra universitare dhe kërkimore nga larg dhe nga afër. Mirë se erdhët në këtë konferencë, të cilën ja kemi kushtuar 200 vjetorit të vdekjes së poetit anglez George Gordon Byron, paraprirësit të romantizmit evropian, që me veprën e tij zgjoi interesin kulturor të kontinentit të vjetër për popujt e vjetër të Ballkanit, shqiptarët dhe grekët para së gjithash dhe trashëgiminë e tyre të kryehershme. Ardhja e romantizmit evropian në botën shqiptare, pas disa shekujve harrimi në fatin e vet të braktisur në përbërje të supershtetit otoman, ishte një faktor rizgjimi. Shqiptarët, grekët, spanjollët, popujt e lashtë të mesdheut që ai njohu, ju paraqitën perëndimit si lavdi e historisë, modeli virtytit dhe shkëlqimi i trashëgimisë. Përmes veprës së Byronit, Europa ritakoi e rinjohu gjuhën shqipe, identitetin e shqiptarëve, folklorin dhe veshjet e tyre, virtytet dhe cenet, rendin shoqëror e jetesën tradicionale që ajo vetë kishte humbur prej zhvillimit industrial. Ballkani kishte dekada që e kishte tronditur status quo në perandorisë kur Byroni mbriti në këtë anë. Me atë periudhë ndërlidhen disa zhvillime me rëndësi historike që shpjegojnë mahnitjen e Lordit Britanik. Ende nuk ishte shuar ndikimi iluminist i zhvillimeve në Voskopoj, me akademinë dhe shtypshkronjën e saj, me fjalorët dhe gramatikat, me kodikët dhe korporatat. Tronditja që i kishte shkaktuar perandorisë me rebelimin dhe zotrimin e vet Alipashte Pelena ishte nxitëse për vetësundim. Në këtë klim, revolucioni kombëtar grek u kurorëzua me fitoren e pavarësisë dhe prisit e kapetanët Suliot e Arvanit u bën për Byronin heronj që vendi i tij i origjinës nuk e kishte më. Pashalloku i Shkodrës dhe ai i Beratit gati e kishin nxjerrë nga kontrolli këtë pjesë të Rumelisë. Misionarët bazilian arbëresh të pranishëm në këtë anë të Adriatikut kishin ngjallur dëshirën për mësimin e shqipes. Kolegjet dhe seminaret arbëreshe po formonin një brez të diturish që e donin dheun e të parve jashtë sundimit huaj. Këto zhvillime të njëkohshme ndikuan jo vetëm për egzaltimin evropian, por dhe për zgjimin kombëtar të shqiptarëve. Pellegrini Childe Harold, me rrëfimet e veta hyjnizuese, nxiti dëshirën e intelektualëve evropian për të parë me sytë e tyre çishin shqiptarët, aq të lëvduar prej tij. Diplomat, konsuj, misionar laike të religionit që ndiqnin e raportonin çfarë ndodhte në Ballkan, udh përshkrues të pakënaqur me rrjedhat moderne të jetës në perëndimin industrial, arkeolog që gjurmonin lashtësinë antike, etnolog, gjuhëtar, historian, klerik të etur për zbulimin e dorëshkrimeve të hershme, ndërkaluan në përhapësirën shqiptare dhe në veprat e tyre promovuan vlerat e gjuhëve dhe të kulturave të vogla. Kjo është koha kur në rrethet diturore evropiane rritet ndjeshmërisht vëmendja jo vetëm për Shqipen, por përgjithsisht për gjuhët popullore, për gjuhët pa ndonjë traditë të njohur shkrimi e shkollimi. Pa befasimin e romantikëve evropian për vlerat e larta njerëzore të shqiptarëve që ende nuk kishin hyrë në shoqërinë e paras, pa mahnitjen e tyre me origjinalitetin e gjuhës së kulturës së tyre,
pa bajronizmin si rrjedh artje e mendimi, pa udhëtimet e 10 pelegrinëve të ditur të perëndimit dhe për hapësirën shqiptare dhe pa botimin e veprave të tyre të mbushura me detaje gjuhësore, historike dhe etnografike, është e vështirë në mos e pamundur të kuptohen rrënjët e rilindjes kombëtare shqiptare. Ishte kjo prekje direkte e realitetit shqiptar prej personaliteteve të kulturës dhe qytetërimeve të perëndimit që e bëri Shqipërinë një vend ideal të vlerave më të pacenuara të njerëzimit, që imazhi i saj të propozohej në Evropën e lëkundur midis traditës dhe revolucionit industrial si model jetese me humanizëm e shkëlqim virtyti. Me këtë botë pa infektuar prej interesit dhe merkantilizmit u dashuruan së largu poetët francez Lamartine, Hugo e Mistral. Ishte rrjedha e bajronizmit që solli Shqipëri Pukvilin dhe Hekartin, Pierre Batifolin, Silanderin, Anin, Thunmanin dhe shumë mendimtarë e shkrimtarë të tjerë. Bajronizmi vuri në lëvizje mendimtarët gjerman Leibniz dhe Bopp për të kërkuar e qartësuar burimin e lashtë të shqipes dhe përcaktimin e saj si gjuhë indo-europiane. Albanologjia si dije me objekt specifik, lindi pikërisht në këto rrethana. Nuk ishte vetëm ambicia e natyrshme për zbulime shkencore që çoi te ky rezultat historik, por dhe fakti që nacionalizmi shqiptar ka lindur si nacionalizëm gjuhësor dhe ka shërbyer si themeli i ideologjisë kombëtare. Ardhja e romantizmit evropian në Shqipëri në formën e bajronizmit dhe të etjes për njohje e zbulime është një shkas me rëndësi për të reflektuar lidhur me periodizimin e historisë popullit shqiptar, veçmas për kohën se kur filloi rilindja kombëtare. Duke ju falenderuar për vëmendjen, lejomni t'ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen në këtë konferencë dhe të përgëzoj në mënyrë të veçantë Komitetin Shkencor e organizues, duke ju uruar mbarësi në vazhdim. Faleminderit. Faleminderit profesor Sinani edhe për mbështetjen e pakushtuar që i keni dhënë marrëvajtjes së punimeve përgatitore për konferencën. Konferencën tonë do ta përshëndes akademik Mehmet Kraja, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Fjala për ju, profesor. Të nderuar pjesëmarrës, në emër të Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, ju përshëndes dhe ju dëshiroj ligjërime të mbara. Do të them që në fillim se që kur kam qenë nxënës në gjimnaz Turqinit në vitet 60, në bibliotekën e vjetër të qytetit pata gjetur 3 libra që do t'i mbaj mend për një kohë të gjatë, të botuar në Prishtinë, por që ishin botimet hershme të Tiranës. Eugen Onjeginin e Pushkinit, përkthyer nga Lezgush Poradeci, librin e parë të Faustit të Gestës, përkthyer nga Skënder Luarasi dhe Çart Haroldin, ose shtetimet e Çart Haroldit të Bajronit, përkthyer poshtë nga Skënder Luarasi. Nuk jam i sigurt të pohoj se çfarë ndikimi mund të kenë pasur tek unë këto 3 kryevepra të letërsisë romantizmit evropian, por kam bindjen se mbresat që duhet të kenë qenë, se mbresat duhet të kenë qenë të fuqishme, përderisa mbaj mend edhe sot e kësaj dite edhe kopertinët e këtyre 3 librave. I pari me një gravurë të Pushkinit në kopertinë, i dyti me një portret vogël të Getës, kurse i tretë nuk kishte fare kopertinë mbase për shkak të vjetërsisë, dhe vendosi së papërshtatshme në një bibliotekë që i pikte Pullazi. Kam lexuar me vonë edhe botime dhe përkthime të tjera këtyre veprave të famshme, por duhet të jemi sinqert, nuk kam arritur të lexoj më shumë se 5-6 faqe të fillimit, jo pse ripërkthimi nuk ja vlente, por për arsyeën e thjeshtë se këto ripërkthime më dukej se këto ripërkthime dukej një lloj pabesie, jo ndaj originalit, por ndaj mamendjes dhe kujtesës sime, e cila tashmë kishte memorizuar këto vepra vetëm në variantin e lexuar në atë kohë të hershme. Nga 3 poemat, lexim më mbreslënës në atë botë më fali Eugen Onjegini. As sot e kësaj dite nuk kam shumë të qartë, pse? Për shkak të Lazgushit apo për shkak të lehtësisë, lërthojza, të shkrimit të këtij romanin e vargje. Por më duhet të them menjëherë se me leximet të përsëritura i kam shkurorzuar Çart Haroldin dhe Faustin. Te Fausti më ka impresionuar padyshim figura Mefistofelit dhe jam përpjekur të depërtoj, pra që kam ditur atë botë në thellësinë e errët të mendimit të kryedjallit. Në një kohë që për Çart Haroldin më nxiste një tjetër joshje, që ta lexoja dhe rilezoja deri në shtërim, kënga e dytë e poemës që përshkruante shqiptarët. Rrallë mund të gjendet një përshkrim kaq dashamirës dhe kaq mbreslënës për shqiptarët siç është ky i Bajronit, dhe kam një bindje se në historinë e
marrëdhënieve ndërmjet dy kombeve, Britani-Shqipëri, është vënë në themel para më shumë se 2 shekuj një gur që shkëlqen fort dhe mbase për këtë arsye këto marrëdhënie kanë qenë gjithmonë nga më të mirat mes dy popujve të Europës. Stofa 38 e Këngës së dytë të Çart Haroldit nisi flet për Shqipërinë me një patos të jashtëzakonshëm. O Shqipëri, ku lindi Iskanderi, këngë rini sfanarit të urtëve, dhe pastaj Shqipëri lejon të kthej sytë e mi, mbi ty o nën e rreth burrash të egëve. Tani vetëm mund të marrim me mend se me çfarë entuziazmi duhet të jetë lexuar Çart Haroldi nga rilindasit tanë, ndërkohë që do të jetë konisa i gjithmonshëm, kështu thon studiuesit, ai që i pari do t'i bëjë jehon kësaj vepre dhe udhëtimit të Bajronit në Shqipëri, duke botuar në numrin e parë të Albaniës një artikull frëngjisht dhe 2 këngë shqip të mbledhur nga Bajroni. Në fund duhet të them se ky përvjetor besoj të jetë një homazh për këtë figurë të jashtëzakonshme të letërsisë botnore dhe po ashtu homazh për përkthyesin Skënder Luarasi, të cilit i takon merita kryesore që Bajronit i dha një vend kaq të rëndësishëm në letërsinë shqipe, si të ishte pjesë e saj. Ju falenderit dhe ligjërimet e mreja. Faleminderit shumë, profesor Kraja, për fjalën tuaj. Besoj se tash kemi në linjë akademik Francesco Altimarin, i cili do marrë fjalën dhe do prezantoj në linjë temën e tij. Bajronizmi, romantizmi natyror kalabrez dhe zanafilla e letërsisë moderne arbëreshe. Përshëndetje, profesor Franco. A dëgjohet, profesor? A mund t'i shkruaj skelat, lutem, aty? Ka një problem me audio. Ndjes Evalda. Po, Profesor Altimari ka probleme me audio. Po, me mund të mikrofonin. vazhdoni e pastaj do të lidhet Dakor, mikrofonin. kështu e bëjmë. Po. Okej. Faleminderit shumë. Vazhdon profesor Mandala? A jeni ju gati të vazhdoni? Profesor? U mund të vazhdoj, por nuk e di se e kisha përgatitur të ndërhyja pas profesor Altimari, gjithsesi nuk ka problem, si që doni juve. Nëse ju jeni gati, për ne është më mirë. Patjetër. Atëherë ju dëgjojmë. Faleminderit. Të nderuar krijetar, të dashur pjesëmarrës, përshëndetje nga Hore Arbreshve. Si dukuri letrare që përfshiu shumë letërsi europiane në 10 vjeçaret e parë të shekullit 19, bajronizmi ka gjurmë të thella në letërsinë italiane të periudhës romantike. Poeti anglez, siç dihet, deshi aq shumë italianë sa u apasionu edhe pas fatit të saj politik duke marrë pjesë aktive në lëvizjet krijengrëtëse, u shndrua në një ikon të vërtetë të letërsisë militante që po linte, edhe fal mënyrës së veçantë për të bashkuar shijen estetiko-letrare, pasionin politik dhe dashurinë për aksionin, dha një shembull të papërsëritshëm. Fal fuqisë që rrezatonte figurën e tij magjepsëse, miti i bajronizmit u përhap në të gjithë gadishullin Apenin, po ushtroi një ndikim më të madh në Kahrinat Jugore, sidomos në Napoli dhe në Kalabri, ku zunë të imitoheshin toposet më të famshme të bajronizmit, duke i shndruar romantikët jugor në iftarët më besnik të poetit anglez. Për të evidentuar ndikimet që ushtroi bajronizmi mbi këta të fundit dhe sidomos për të kuptuar efektet mbi letërsinë moderne arbëreshe, është e domosdoshme të nisemi nga kthesa që u dha studime me rilindjen miku dhe kolegu Francesco Altimari, i cili jo vetëm që soli në qendër të vëmendjes së studiusve anën e errët të hënës arbëreshe, por i dha një drejtim të ri rishikimit të historisë kulturore të arbreshve
duke e vënë theksin më se një herë te kontributi që kanë dhënë veprat e shkruara në gjuhën italiane nga shumë breza intelektualësh e poetësh arbëresh. Merite e kësaj these që mori përmasat e një revolucioni të vërtet kopernikan janë të shumta, duke filluar nga refuzimi paragjykimit që kufizonte analizën vetëm te veprat e shkruara në gjuhën shqipe, pasi në këtë mënyrë pengonte jo vetëm zgjerimin e objektit të studimit të dugurive historiko-kulturore në të cilat përfshiheshin edhe arbreshët, por edhe kuptimin më të plot të prejardhjes së identitetit të tyre kulturor, identitet që për vetë natyrën e tij ishte i larmishëm dhe shumë gjuhësor, pasi përfshin në vetvete, shkruan profesor Altimari, qoftë elementin e prejardhjes shqiptare, qoftë elementin italian të përftuar rishtas. Pa marrë parasysh këtë impostim të ri epistemologjik, do të ishte vështirë të shpjegohej përfshirja e arbreshëve në proceset ideologjike që përshkruan shekuj 18-19, por mbi të gjitha do të mbetej pas një bazë konkrete historike përpjekja për të dëzhmuar përvetësimin e paradigmave që hera herës nga iluminizmi të romantizmi dhe të dekadentizmi u shfaqën në zhvillimet kulturore arbreshe, duke përcaktuar kështu shijet e disa brezave të intelektualëve arbresh, sa të ishtinin ata të merrnin pjesë aktive në disa betejë të rëndësishme politike, siç ishte filolenizmi, rilindja, risorgjimento italiane dhe ajo shqiptare. Pa këtë rësi sot nuk do të mund të flisnim për një bajronizëm arbresh, as edhe për një bajronizëm të arbreshëve të Sicilisë, ku jehon e trashëgimisë së Lord Byronit më rriti më vonë dhe me ngjyrime në dukje më të zberta krahasuar me ato që karakterizuan veprat e intelektualëve napolitan e sidomos kalabres. Një bajronizëm prej operete e quajti historiani sicilian Giuseppe Giarrizzo, qëndrimin që u mor në Sicili pas krizës politike të viteve 1810-11, krizë që rihapi një lojë bigjozi cinike dhe fodule, së cilës disa intelektual të vlefshëm nuk ditën t'i bënin balë. Mes tyre ishte edhe Michele Amari, arabisti i shquar që në rinik ishte marrë pjesë në lëvizjet karbonare të vitit 1820, duke ndjekur pak a shumë modelin bajronian. Pasi botoi veprin e tij me historinë e kriengritjes së vesprave siciliane, që autoritetet burbone gjikuan si një vepër subversive që i nxiste sicilianit të ngrinin krije, u detyrua të merrte arratin, duke u shtruar në Francë ku mori pjesë në revolucionin e vitit 1848. Nga kjo pikpamje nuk është e tepër ta konsiderojmë Amarin si prototipin jo vetëm të intelektualit të angazhuar, por edhe të interpretuesit të bajronizmit, që ja doli të armonizonte di karakteristika romantike themelore që përbëjnë veprën letrare të Lord Byronit. Nga njëra anë idealizmi së shkuarës projektohej në të tashmen historike, nga ana tjetër figura intelektualit përkonte me atë të patriotit. Këtej rrjedh zhvillimi estetik që lejoi autorin të identifikohej me personazhet, të cilët, si simbolet e epokës së tyre historike dhe të përkatësisë së tyre gjeografike, përfaqësonin thelbin shpirtëror dhe frymën e kohës së tyre. Imazhi intelektualit militant i angazhuar personalisht për mbrojtjen me armë të ideve të veta, për të realizuar idealet dhe për të luftuar plogështinë e të tjerëve, personifikohej nga heroi bajronian, që paçka se prej ankthit dhe konflikteve të brendshme, paskironte gjithsesi tiparet tipike të rebellit, të aventurierit dhe të njeriut hakmarrës, por edhe të idealistit të pandrejtshëm dhe të palumtur. Imazh që i fundit ju ekzekutua nga një bashkohës i shquar si Giuseppe Mazzini, i cili pikërisht e që aspekt ajtoi halkën që e lidh poezinë e Byronit me të ardhmen. Asnjëri prej personazheve bajroniane, vazhdonte Mazzini, nuk mund të ishte i lumtur sepse të gjithë mbajnë në gji pa e pranuar, madje pa e ditur idealin e një bote tjetër. Ndër idealet politike shquheshin sidomos kërkimi i lirisë së popujve, që në rastin grek përkoi me lëvizjen e filolenizmit, i thari shquar i së cilës ishte vetë Bajroni, ndërsa mes temave estetike shquheshin osianizmi, pra mistifikimi, fshehja e autorit dhe vënia në plan të parë e pavarësisë së veprës letrare, si edhe prirja ndaj gotikës dhe eksotikës, të gërshëtuara me përshkrimet mitike të natyrës së egër, të pandotur nga qytetërimi dhe nga hierarkitë shoqërore. Suksesi i kësaj rrisie ideologjike, temat kryesore të së cilës u përcollën gjatë një 10 vjeçare të ngjeshur me anë të veprave Çaj Daror Pilmigrejç, të cilit ashtu quajtur të tregimeve turke dhe të poemës Don Juan, arriti deri te lëvrusit sicilian të kulturave greke dhe arbreshe, edhe kur këta nuk jetonin më në Sicili.
me stile përmendim Giovanni Emanuele Biderin, I cili përveç se u frymëzua nga tragedia bajroniane e Marin Faliero për të shkruar libretin me të njëjtin titull të operës lirike të kompozitorit Gaetano Donizetti, ishte I pari që rroku në Napoli karakterin bajronian të grimeve në italisht të Rio Jeronim de Rada, të cilit edhe për të arsye I sugjeroi t'i botonte këngët e Milosaut që do të përrojnë letërsinë moderne shqipe. Të shumt ishin eksponentët e tjerë të kulturës arbëreshe me origjinë siciliane, thuajse të gjithë të dalë nga bankat e seminarit arbëresh të Palermos, që sikurse ishin mitër korones, konkurronte me qarqet kulturore më të emancipuara dhe më të përhapura ndaj rrisive letrare dhe politike. Kish nga vitet 20 të shekullit 19 dhe gjallë lëvizjeve revolucionare të viteve 48 dhe 60, seminari themeluar nga Adier Guzeta u përfshir aktivisht në çështjen e bashkimit të Italisë. Po ashtu komunitetet arbëreshe të Sicilisë që ishin ndër më aktive në atë lëvizje, sidomos pas barkimit të Garibaldit në ishull, morën pjesë me entuziazëm, ofruan armë, mjete dhe njerëz, shumë prej të cilëve e shkruan faqen më të rëndësishme të historisë së rrezikimit kombëtar. Përveç Francesco Crispit, me të cilin nuk është rasti këtu të ndalemi, ka has personazheve të njohur Andrea dhe Gavril Dara, Pietro Chiara, Pietro Piediscalzi, duhet të përmendim edhe ata që zakonisht nuk kujtohen në studimet albanologjike, pa çka se dhanë një kontribut jo të vogël në zhvillimet historike dhe kulturore të letërsisë arbëreshe, duke nisur nga veprat e tyre, të cilat janë lënë pas dore deri më sot nga studiusit, sepse u shkruan dhe u botuan në italishte. Një prej këtyre është Giuseppe Benici nga Hore Arbreshve, të autori një numri të konsiderueshëm librash, thuajse të gjithë autobiografik dhe të frymëzuar hapur nga bajronizmi. Benici lindi në vitin 1821. Të atin Gerlando, folkloristi I shquar sicilian Giuseppe Vitre, përmend si mbështetës të tij gjatë fushatës së parkit ndërmori për të përmbledhur përralla dhe legjende popullore arbëreshe. Studenti seminarit, Giuseppe, 20 vjeçar u bashkua vullnetarëve të Garibaldit që kishin zbarkuar në Sicili, u shqua për guximin e treguar në betejë dhe u bë një nga njerëzit më të besuar të Garibaldit dhe krahu I djathtë Nino Bixios. Ndoqi trupat e Garibaldit në Aspromonte dhe më pas në betejat u zhvilluan në Trentino dhe në Mentana. Në dy raste rrezikoi të pushkatohej, por u shpëtua në çastet e fundit nga Garibaldi, të cilit I qëndroi besnik për gjithë jetën. Pikërisht Garibaldi në vitin 1867 ngarkoi të shkonte në Kret për të marrë pjesë në lëvizjet krije-ngrytëse që ndërkohë kishin shpërthyer atje. Ky mision që përfundoi pas disa muajve aksionesh nëpër Pelopones dhe Thesali, I dha mundësinë të hynte në kontakt me popullsinë lokale, që rezultoi të ishte në pjesën më të madhe e përbërë nga arbëresht të Greqisë. Nga kjo përvojë e shkurtur, qëndrimi në Greqi I Benicit zori lëndën kryesore që do të përbëjë një vepër të tij të botuar në vitin 1870 me titullin domethënës Koçakët e Maratonës, I Maznadieri di Maratona, dhe me pseudonimin Pëllaksi Sep, domethënë Zef Pelasgu. Thelbi I librit që Pietro Mazzamuto, studiusi letërsisë italiane shumë I njohur, e përfshiu në gjininë e romanit, përmblidhet kish në incipit ku Benici jo vetëm që e paralajmëron rezultatin e kërkimeve të tij, por edhe përkufizon kuadrin historiko-letrar të rrëfimit. Shkruan në fillim Benici: In Atene o si beve o si studia per piangere, si beve s'obblia, bevendo si ride con la Baut, si piange col Byron. Në Athinë njerëzit ose pinë ose studiojnë për të qarë, pinë për të harruar, duke pirë qeshin me Abautin dhe qajin me Byronin. Nëse me citimin implicit të veprës së kontekstuar La Grèce contemporaine, Benici vinte në parë reagimet e shumta negative që ngjallin ndër grekët leximi I librit të Edmond François Valentin About, me citimin e Byronit ai jo vetëm që ofronte një qelës interpretimi të artit të vet narrativ, por përvijonte me saktësi perimetrin estetik të konvertimit të tij në Byronizëm, duke I shtyrë lexuesit të përqendronin vëmendjen pikërisht mbi atë dukuri me të cilin ai lidhej hapur. Duke filluar me vetë titullin e romanit, që frymëzohej nga kënga e dytë e Childe Harold, që Benici e citon nga botimi napolitan I përkthimit italisht të veprave të Byronit, përgatitur nga Cesare Cantu. Nuk duhet nënvlerësuar as citimet e shumta të veprave të tjera të Byronit, si referimet e shpeshta nga novelet e latë përmendura, sidomos Gjaurro,
nga shënimet që shoqërojnë tekstin së cilit Beniqi mori shumë të dhëna që pastaj i futi mjeshtërisht në rrëfim e udhëtimit të tij në Greqi. Koha e kufizuar nuk na lejon të krijojmë një analizë më të plotë të elementeve tipikisht bajroniane që mbushin romanin e Beniqit. Ndaj po mjaftohemi me një shembull nga përshkrimet me të cilat shkrimtari Arbresh portretizon figurën e kaçakut balkanik, që përndryshe quhet Klefto, Pallikaro, Stradiota ose shpesh edhe albanese, arnauta, shqiptarro, madje edhe arvanetaqjo, me një referim të qartë për komunitetin shqipfolës që populonin Greqinë e asaj kohe, pra arvanitasit. Në disa raste këto përshkrime janë imitime stilistike të veprave të romantikëve kalabres, të cilët zgjodhen banditët e maleve të Silës si prototipa të personazheve tipike të bajronizmit. Shpesh kemi të bëjmë me dëshmi dhe episode reale me një vlerë të mirëfillt etnografike, të cilat na ndihmojnë të njohim më mirë doket dhe traditat sociale dhe kulturore të popullsive nga rrjedhin genealogjikisht komunitetet arbreshe. Që fakti i fundit të roqi vëmendjen e Beniqit, që i vuri re me një herë përkimet kulturore mes dy realiteteve shqiptfolse, përfshirë edhe konvergjencat gjuhësore, të cilave të autori ynë do t'u kushtoj disa shqirtime interesante në një libër tjetër autobiografik, që u botua edhe ai anonim sipas një praktike të konsoliduar të azionizmit, ku hynte dhe vepra narrative e Beniqit. Aftësia e tij narrative që në pjesën më të madhe ja detyronte suksesin për qafimit të paradigmeve bajroniane, nuk ishte i paprekshëm nga modat më të përhapura gjatë fazës së fundit të romantizmit italian, duke filluar nga ajo që lidhej me mitin e Macphersonit, që Manzoni e kishte rilançuar me romanin e tij të fejuarit. Pa u zgjatur te ky aspekt, është rasti të kujtojmë që Osiani frymëzoi Deradën për shkrimin e poemës Odisse, Gavril Darin për këngën e Sprasme të Balës dhe Zef Skirojin për rapsodit shqiptare. Nuk mbeti pra pas Beniqi, i cili pas botimit fatlum të romanit i Masnadierit i Maratona, pati sukses edhe më të madh me romanin autobiografik L'ultimo dei trovatori arabi in Sicilia, që u vlerësua nga shumë lexues, mes të cilat ishin arabisti Michele Amari, poeti i madh italian Giosuè Carducci dhe poetesha aktivisti Adora Distria, që pati rastin ta lëvdonte personalisht autorin. Te bajronizmi sicilian ndërmjetësuar nga Arbreshet e ka burimin edhe opera lirika me titullin e Bie Jorgës, botuar italisht për herë të parë në vitin 1897 nga kompozitori palermitan Stefano Gentili. Kjo vepër do të kishte mbetur thuajse krejt e panjohur, sikur të mos përmendej nga revista La Nazione Albanese, themeluar në vitin 1897 nga Anselmo Lorecchio, 100 vjetorin e vdekjes së të cilit e kujtuan këtë vit me Francesco Altimarin dhe me kolegë të tjerë që janë aty të pranishëm. Vepra është frymëzuar nga ballada populore Konstantini dhe Doruntina, mbledhur dhe përhapur nga Jorin Derada, të cilit Gentili kushtoi veprën e tij, por në të njëjtin gjejmë edhe elemente të huazuara nga idili Milo e Hajdet të Zef Skiro, të botuar në vitin 1890. Në këtë vepër, protagonistja femërore jo vetëm që quhet Bie Jorgës, por ajo e ka emrin Hajde, etiketë emërore që hap shtypje ndërteksore të rrahura mjeshtërisht nga profesor Shaban Sinani, të cilat na çojnë drejt te figura femërore Don Juanit të Bajronit, tek ajo e Kontit të Montekristos Alexandre Dumas, të përmendja ide në poemën Skanderbeu Pafani Deradës, apo të piktura ikonike Daniel Oberit. Po të shtojmë tu atmosferën gotike që hasen në veprat e Gentilit, me ndikimet të qarta nga ballata arbreshe, kuadri i bajronizmit sicilian mbilet me një dëshmim me vlerë të padiskutueshme letrare që e mbron atë nga përkufizimi bajronizëm operete. Tani mos ju ngjall edhe reagime antibajroniane, këtu e ndërpres fjalimin tim duke e lënë plotësimin për variantin për botim. Faleminderit shumë. Faleminderit ju, profesor Mandala, për të ekspozit të gjerë të receptimit të bajronizmit në trevat si Kulo Arbëreshe. Ju falenderojmë shumë. Përshëndetje. Now we'll hear the Professor Rogerio Miguel Puga from the Universidade Nova de Lisboa. He will present his Comtessa about Byron in European peripheries on the way to Albania. Representations of Portugal and the aesthetics of their Abau's diary.
Professor Rogerio Miguel Puga. He is specialized in travel literature, English studies, and of course, when it comes to English studies and travel literatures, Byron is Byron is someone you have to meet. And then now is Portuguese and Albanian interests are crossing, and we're looking forward to listen to you. Okay, thank you very much. Good morning, everybody. Unfortunately, I don't speak Albanian yet, so I'll be speaking in English, a little bit quick to be in time, and I'll be speaking about the aesthetics of dirt, so the poetics of dirt, and how English rich people described Portuguese poor people, and it's usually through dirt. Oh, they're very dirty, they don't clean themselves. It's not only the English that do it, we do it in Portugal. Everybody does it all over the world. We do it about India. When people visit India, they already know that it's going to be smelly because it's different smells, and they still come back and they still complain about, oh, how smelly it was. We know it was smelly before we went there. So good morning. It's a great pleasure to be here at the Albanian Academy of Sciences. Thank you for welcoming me. It's a pleasure and an honor to be here. To speak about a traveler that Albania and Portugal share in the most western and eastern borders of Europe. So Portugal, the most westerner, Albania on east, the beginning, Portugal, and the end of Lord Byron's long voyage. So thank you for having me. Congratulations for organizing this timely and important conference. And I thank Professor Mimosa Plana for kindly suggesting my participation here and linking Portugal and Albania via the University of Pristina, where I was last month. So my paper deals with the representation of Lord Byron 1809 visits to Lisbon, the Alentejo province, and another location in Portugal, which Byron made famous. Sintra, near Lisbon, became immediately a tourist attraction just because of Byron. It still is nowadays considered one of the most romantic places in the world because of Lord Byron. And I'm studying these representations in the diary of John Cam Hobhouse, who traveled with Byron until Constantinople at the time. I analyze the diary's aesthetics of or poetics of dirt and filth, so I will focus on John Cam Hobhouse diary and the author's representation of sounds, smells, and food. So soundscapes, smellscapes, and foodscapes to represent the Portuguese impoverished natural, social, and religious landscapes during the Peninsular War fought between Napoleon and the British in Portugal and Spain for many years. In June 1809, during this Peninsular War between the UK and France in Spain and Portugal, Lord Byron and his friend, the future politician John Cam Hobhouse, left England for the European continent, starting the famous trip that would take them to Portugal, Spain, Malta, Albania, Greece, and Turkey. And that would give Byron material for his 2 cantos of Childe Harold's Pilgrimage, published in 1812. The section of Hobhouse's travel diary, now at the British Library, dedicated to Portugal, was partially written in Latin. So he started the diary in Latin and develops what Schulting calls poetics of dirt to describe the local other, as we shall see, in negative terms. Byron did not want to go to Portugal. He just had to go because Europe was at war. There were no direct ships to Malta, so he had to go to Portugal. And you notice that he didn't want to be there when he writes sometimes, especially in the letters when he writes about Portugal. In April 1809, Byron, whose debts didn't stop rising, he was a bon vivant, organized yet another party in his home, a Catholic-themed fair, and he invited his friends to travel with him, and Hobhouse accepted the invitation. And they visited Catholic scapes. So they visited they came from a Protestant country and they visited Catholic monuments, which were demonized in Protestant
writing. Nuns were almost women of bad reputation, exploited by friars. Of course, this was fantasy. It was a way for Protestants to demonize Catholics, just like Catholics demonized Protestants in their writing. Some of these monuments had been attacked by French troops, and Hobhouse makes sure he accuses the French of stealing a lot of Portuguese treasures. So they leave on the 2nd of July, and Hobhouse would return to England from their anti-Grand Tour in July 1810, and Byron a year later. They traveled via Lisbon and the south of Spain because, as I said, because of the war, they could not travel to Malta directly. Lisbon was the other option. From there, they would travel to Gibraltar, Malta, before reaching Albania, and nowadays Istanbul. Byron wrote to his mother from Falmouth and confessed he did not wish to return home, describing Falmouth already in a negative way. So an English place that is described in a negative way, just like he would describe many other places in negative terms. British troops had arrived in Portugal the year before Byron, and the country was in between French invasions. Portugal was a theater of war, characterized by obviously poverty and chaos during war. And the act of traveling, as we shall see, is also an aesthetic, ethnographic, and identity performance. And the traveler describes and even reinvents himself in comparison to the Portuguese Catholic that he sees, praises, and sometimes strategically demonizes. The contents of Hobhouse Diary, namely tips and information for future travelers, suggest that he might have planned publishing it or writing a travel account of the trip. And he stops writing in Latin as the diary's entries become more complex and longer and elaborate. So he switches to English. It was easier, of course. So between the 7th and the 23rd of July, Hobhouse inscribes several Portuguese landscapes and habits into his intimate narrative, beginning with his and Byron's arrival in Lisbon at 3 o'clock in the morning. The British travelers have their first visual and acoustic contact with the local population at 10 a.m., when during a stroll they observe a group of youngsters and several sick people and beggars in the streets of Lisbon. The image of dirtiness is contrasted with 3 different baths that the English enjoy in the Portuguese rivers of Tejo and Caia near Spain. As we shall see, hygiene and dirt are recurrent themes and concerns throughout the diary. Just like in other contemporary British texts, for instance, in the one that you can read here, I won't read it, I won't bore you to death with it. You can read it while I speak. So in Childe Harold's Pilgrimage, Byron also describes Lisbon's inhabitants as dingy denizens, and he uses the word dirt again. Those care for cleanness or shirts. So dirt, they're dirty, the dirty people, because I'm so rich, I'm so special, I'm so noble, and I can afford to pay people to do the cleaning for me, although I don't pay them wages enough to be clean in their own homes. They both describe Lisbon through images such as robberies, dirt, sick beggars, sexually depraved and ignorant monks. They both admire the natural landscapes of Portugal and the picturesque scenarios of Sintra and Alentejo. This is one of the places that Byron visited. In the 18th and 19th centuries, many travelers described 2 different Lisbons. One was very nice from afar, but when you arrived, you would see the filth and the dirt. For instance, in Robert Porter's, he did just that. Another British soldier, George Simmons, would also repeat many of these topics, like the superstition of the Catholics and the superiority of the British when talking about Lisbon. Filth, dirty in the extreme, they smell worse than an English pigsty, and so forth.
In a long list of curiosities about Lisbon, Hobhouse, who was traveling with Byron, pays attention to the everyday practices of the city's population and mentions the garbage eaten by stray dogs every day. This concern with cleanliness was generalized, as we all know, in part of the 19th century population of London, a city also affected by dirt and filth. So this was a public health issue. The growth of London with industrialization turned urban planning and hygiene into a great social and political concern. And Hobhouse and Byron were merely stating facts, just like they would in certain parts of London at the time. In Sintra, this is the hotel where probably Lord Byron stayed in Sintra. The landlady, the innkeeper, is described as dirty and drunk old lady, while in Montemor and Elvas, these both cities in Portugal, Hobhouse complains about the bad conditions of the hotels, of the inns. The text praises the clean tavern of Arraiolos in this town, and he also mentions several public fountains on the road to Spain from Lisbon. So garbage, dirt, and the rituals we perform to get rid of them are part of our everyday life. Archaeologists of the present, of the contemporary, are now studying dirt. Our ideas about garbage and cleanliness are intimately related to our concepts of ethnicity, gender, and class. And they also emphasize social relations and relations between nations. Oh, they're pigs. They don't wash. As is the case in Hobhouse' diary and Byron's poem, which describe the Portuguese other, mainly the poor one, as dirty. As if in England, at the same time, there was no poverty or dirt or filth. It was just like the same everywhere. So using the topic of dirt was a way for especially noble people, when they traveled, they were the only ones who traveled at the time, who had the money and time, to distinguish themselves from the rest of the people. I'm so important because I take a bath. All the others are peasants and filthy and stinky. So it's a way to reinforce social class and power and state and social status. We still do it nowadays. If the city is a dirty place, the countryside is smelly, flowers, trees, comfortable. It's like a lost Arcadia between Lisbon and Spain. And I'll just go through it quickly. So, of course, they stay in the best neighborhoods of Lisbon because they could afford to, and they describe the poor areas as abject, as something that grosses you out. And as Cohen concludes, filth represents cultural location at which the human body, social hierarchy, psychological subjectivity, and material objects converge. Standing at a theoretical crossroads, filth is at once figurative and substantive, end of quotation. So this theme characterizes Lisbon, its population, in negative terms. It also characterizes some people in Alentejo, between Lisbon and Spain. And of course, it's a sign, as I said, of superiority. The English did it all the time in Scotland, in Wales, in Ireland, to feel superior to all the other countries around them. You just have to read their travel writing. They did it everywhere. This is the conclusion that I've just read. So during Victorian England, dirt became a problem. Sewers were built in England. They were also built in India, all over the English colonies. And we have the pure rural space that becomes an idea of the past with industrialization. So English people, poets start looking at the countryside with this nostalgia of a country that they were losing because of factories, the coal and the trains, and modernity. So we also need to remember this. Also,
the smells of the countryside that contrast with Lisbon, and the aromas emphasize these pastoral and idyllic dimensions of the Portuguese rural landscape. And of course, the same happens with the soundscapes, things that they hear along the voyage and they cannot hear, or foodscapes in times of war, and where the Portuguese were living in miserable conditions because they were being attacked by the French, and they eat bread, eggs, cheese, fish, fruit, and they drink local wine several times when they mix with the Portuguese. Of course, foodscape is also used to self-describe the male suffering traveler. So Byron and Hobhouse describe themselves as suffering male travelers because they don't have anything to eat. And just to wrap it up, in a country impoverished by invasion and war, Mafra and Sintra, which I showed you, well, the monasteries that I showed you, function as monumental and natural peace oasis in a Catholic country, strategically demonized through the aesthetics or poetics of dirt. Throughout continental Europe, visited by two friends, the power relations were shifting as Great Britain was the industrial and colonial superpower. Hobhouse's diary, partial written in Latin, inscribes the English discourse of hygienic modernity onto the Portuguese reality, and the spectacle and the perception of the senses emphasize the cultural shock of both travelers when confronted with the picturesque and unknown south of Europe. Throughout the autobiographical performative narrative, we read the British writing self confronting himself with the historical time of war and the Portuguese impoverished other, described as a dirty inferior, just like the British one when described by the middle and upper classes, privileged authors from the comfort of their carriages, cleaned by the underpaid and many times ill-treated servants who had to be kept poor so that they could earn little money cleaning the properties of the writers in Portugal and also in Great Britain back home. Thank you very much. Faleminderit shumë. Me lajmëron që profesor Altimari tashmë është I gatshëm për të bërë paraqitjen e tij. Besoj Kela na ndihmon dot. Jemi sërish. Mirdita, më të gjoni? Po, profesor, faleminderit shumë. Ju dëgjojmë. Po, shpresojmë se tani u zgjidhen problemet teknike më të faqe. Mirë, do të përqendrohem në këtë kontestime mbi ndikimin që bajronizmi ushtroi në vitet 20-40 të shekullit të 19 në Kalabri dhe veçanërisht në Kalabrinë arbëreshe. Dhe për të fokusuar më mirë centralitetin e ideve të Bajronit në këtë kontekst të veçantë, Kalabria së kohe përfaqësonte një periferi e veçantë, mund të themi e skajshme, brenda vetë mbretërisë që emërtohej të dy Sicilive dhe që kishte në Napoli dhe në Palermo të dy kryeqendrat kulturore kryesore. Duhet kujtojmë se qendra e bajronizmit në jugun Italisë si vuri në dukje studiuesja Maria Gabriella Tigani Sava në kongresin e 39 ndërkombëtar për Bajronin që u zhvillua në Londër në vitin 2013, ishte pikërisht kolegi arbëresh I Shën Adrianit, ku u formua Jeronim de Rada dhe tërbrezi I parë intelektualëve të arbëresh si Domenico Mauro, Vincenzo Dorsa, Zef Serembe, Angel Basile të tjera, që me Deradën djojmë si protagonist rilindjes son letrare arbëreshe. Shën Adrianin studiuesat Tigani Sava I quan shkolla ideale e bajronizmit në Italinë e Jugut. Pati gjithashtu një shkollë të dytë bajroniste, gjithashtu në Kalabrinë e Veriut, që ishte seminari I Shën Markut Argentan, pak larg nga Shën Mitri, ku jo rastësisht gjejmë di letrare edhe këta dy klerik katolik të latin këta, pak të veçantë si priftërinj dhe brenda kishës,
kam fjalën këtu për shkrimtarin franceskanin arbresh Francesco Antonio Santori dhe për priftin nga Akri Vincenzo Padula, që patën ministri dhe lidhje të ngushta në zgjedhjen e subjekteve të në veprat e tyre letrare. Revista që mblodhi gjithë këta intelektual shumë të rinj që ishin midisire dhe shumë solidar, duke ndarë ideale të përbashkëta që u frymëzoheshin nga romantizmi në letërsi dhe nga liberalizmi me prirje të theksuara radikale në politikë, dhe korifeu i kësaj rrime ishte shkrimtari Domenico Mauro, mik i Derades edhe ai nxënës i kolegjit Shënadrianit. Kjo revistë ishte Il Calabrese. Kjo gazetë që doli për 6 vjet me radhë, nga viti 1843 deri në vitin 1848, deri në periudhën e rivolucioneve të atij viti, ishte tribuna e tyre, e ishte kjo një revistë posaçërisht letrare, ku debatoheshin të gjitha temat që kinin në këtë vizion të ri romantik, si ndër temat e preferuara ishte tamam kjo figura që merrin nga Byroni, por ata, si shpjegoi profesor Mandala, e gjënin të rënjosur në ambientin kalabres, në banditët e Siles, e kusarit, e rebellit, që ishte në qendër të debatit, por edhe temat të lidhura me traditat populare të popullit dhe me aspekte sociologjike, gjuksore, arkeologjike, duke u maknitur këta të rinj të gjithë nga ai që quhej zbulimi i popullit. Dhe një studiuese italo-poloneze, Marta Petrusevic, e analizoi mirë këtë fenomen të romantikëve të kalabresë në zbulimin e popullit ku hin këto tendenca. Te kjo revistë që cilësohej si gazetë shkencore letrare, një ish nxënës i kolegjit Shënmitrit, Michele Bellizzi, me origjinë arbreshe nga Shën Vasili, na përshkruan klimën kulturore që aty mbretëronte, në drejtimin largpamës dhe dritëdhënës të i peshkvit Domenico Bellushi, mjeshtri i Derades dhe i Mauros, gjatë viteve të 20-30, ku qarkullonin lirisht vepra teatrale gjermane, angleze, italiane, veprat e romantikëve par excellence, ato të Byronit, Chateaubriandit, Victor Hugo, Ugo Foscolo, Thomas More, Goethe, të tjerat. Edhe Derada vetën ndalet të na përshkruaj këtë klimë dhe citon ndër këto vepra të ndaluara, por në qarkullim aty kusarin e Byronit, poem që atëherë thoshte Derada era portato alle stelle, shkritur drejt yjet, domethënë shumë e përkapur. Kjo vepër pati ndikim të madh edhe të shkrimtari arbresh, por inkuadruar nga kritika deri sot vetëm në letërsinë romantike italiane, Domenico Mauro, te vepre e tij Enrico, ku një pasion djalëzor arrin ta prishë gjendjen e mëparshme idilike, lumturie dhe harmonie. Por edhe Francesco Antonio Santori përmend këtë vepër të famshme byroniane, ku citon trajtat, ndërthojzat, trajtat e maknitshme mallëngjimi të Gulnarës, që ishte preferuar e haremit të pashës turk të Koronit Sejd, e cila ndihmon kusarin, domethënë Konrad, të arratiset e të shlirohet nga pashaj armik. Il Calabrese përfaqësoi revistën zëdhënëse të kësaj rrymë romantike të veçantë që kritiku i famshëm italian Francesco De Santis karakterizoi si romantizmi natyror calabrese, që ai e dallonte si më original nga romantizmi konvencional napoletan dhe nga romantizmi lidhte me romantizmin lombard, por ndoshta duke gabuar sepse kritika e sotme i njeh romantizmin kalabrez një shkallë originaliteti e patjetër që nuk varet nga romantizmi lombard. Por cilat ishin tiparet e kësaj rrymë letrare? Mund themi i pari ishte rimodulimi për të rritës i bajronizmit, duke u lidhur
këta letrar me një frymëzim liridashës, me imagjinatën e gjallë, me bukurinë e posaçme të natyrës kalabreze, dhe sidomos me pregëtësinë e leximit të tyre oceanike dhe byroniane. Hynte kjo shkollë letrare, ashtu quajtur romantike natyrore kalabreze, autor që dolën nga këto di kolegji që citova, që edhe që rezatuan motivet byroniane në këtë krahin edhe më gjerë. Do më thënë, Shën Adriani e Shën Marku. Ndërta, autor arbresht që kanë shkruar arbrisht si Derada e Santori, autor arbresht që kanë shkruar veprat e tyre italisht dhe me famë kombëtare dhe ndërkombëtare si Domenico Mauro, autor calabrese si Giuseppe Campagna, Pietro Gianoli, Vincenzo Padula, Biagio Miraglia, që shkruanin veprat e tyre italisht. Të gjithë këta autor kanë qenë imitues të veprave të Byronit, siç përmend studiuesi nga Universiteti i Napolit Orientale, Vito Sirago, që na kujton se pas vitit 48, domethënë pas dështimit të revolucionit, poemat që ishin të frymëzuar nga Byronin kaluan të mode, domethënë nuk ishin më, nuk u morën më si model. Siç dim nga vetë autobiografia e Derades, në takimin e parë të tij me Emanuele Bideren, kur shkoi të takonte atë në shkollën e tij të njohur letrare në Napoli, ai që pra u bë dhe mentori i tij, duke inkurajuar të botonte Mirosaun, siç nënvizoi profesor Mandala, mendonte, domethënë, vargjet që poeti i madh atje 20 vjeçar i prezantoi për të pasur një gjykim, i mendonte se ishin të Byronit. Studiuesi i njohur italian Aldo Morace, që kohët e fundit mori nismën e mirëpritur të digitalizimit të plot të arkivit të Domenico Mauros, ku ndodhet edhe një kopje të letrës Victor Hugos, drejtuar Mauros, kishte lidhje midis tyre e Victor Hugo kishte një konsiderat shumë të lartë për Mauron, thoshte Italia pati fatin kishte një poet si Dante Alighieri fatin të kishte një studiues i shkallës sate, domethënë. Duke theruar veçoritë e romantizmit kalabreze, ai njeh si veçori dhe si zhanër të privilegjuar të kësaj rryme atë që quan novella in versi, novella në vargje. Ndryshe quan edhe Santori dhe përdor këtë zhanër në krimtarinë e tij me emrin romanzetto. Kjo romanzetto ishte një poemes me shumë këngë dhe me argumente fantastike që shërbent për pasqyruar doket dhe zakonet të jetës kautundare të këtyre personazheve. Por një zhanër tjetër të privilegjuar nga romantizmi kalabrez ishte ajo poezi narrative që Derada vetë adoptoi duke zbatuar konkretisht me veprën e tij të famshme të këngëve të Mirosaut. Një zhanër tjetër ishte drama. Si shpam shkurtimisht, megjithse në vija domosdosh të përgjithshme në këtë prezantim të shkurtur, pesha e byronizmit ka qenë e rëndësishme në lindjen e romantizmit në Kalabri dhe roli i autorëve me origjinë arbreshe gjithashtu, bashkë me rolin që pati kolegji Italo Arbreshe Shënmitit si shkolla ideale e byronizmit në këtë Italinë e Jugut, kanë qenë vendimtar për lindjen dhe zhvillimin e traditës letrare arbreshe të rilindjes, por dhe për atë traditë letrare të përbashkët italo-arbreshe që karakterizoi romantizmin natyror kalabrez. Lind atëherë një pikpyetje, domethënë një autor si Domenico Mauro, arbërish folës me origjinë arbreshe, rritur me kulturën amtare, formuar në ambientin e Shën Adrianit, a meriton të inkuadrohet vetëm te historiografia letrare italiane, apo erdhëherë të ripozicionohet roli i tij edhe brenda letërsisë arbreshe, megjithse vepra e tij, megjithse vepra e tij është shkruar, jo letrare, shkruar
italisht, dhe ashtu, si bëri me korrektesë, do me thënë, këtu kritiku italian Vito Siragu, një autor si Derrida, që me fjalët e skalitura me mjeshtri nga Indjeri, Kolosi, i madhi fjalë sone artistike, Ismail Kadare, ku Shqipëria ishte e zhitur në terë në mes të errësire se mbajti të ndezur fenerin e poezisë dhe të kulturës shqiptare dhe bashkë me atë dritës mbajti të gjallë ëndrën shqiptare të lirisë dhe ëndrën e rikthimit të Shqipërisë në Evropë, a meriton të inkuadrohet edhe në letërsinë italiane o vetëm të mbetet vetëm edhe përmendet si nismëtari i traditës letrare moderne arbëreshe dhe shqiptare. Natyrisht nuk mund të japim në pak kohë një përgjigje përfundimtare e kësaj pyetje, por besoj se duhet ta shqyrtojmë me shumë vëmendje për t'i dhënë një zgjidhje të besueshme, mundësisht jashtë shabloneve të vjetruara të përkatësisë monokombëtare si konsiderohej më përpara letërsia, duke kufizuar e inkuadruar brenda një optike vetëm përjashtuese dhe jo përfshirëse, do me thënë brenda një kuadri, një përkatësi monokombëtare dhe monogjuksore. Problemi është shtruar parimisht edhe nga një studiues i njohur i letërsisë krakasuese si Remo Cesarani para 10 vjetësh, që kontestoi konceptin se letërsia duhet të ketë një sistemim vetëm brenda një hapësire kombëtare, kur letërsia e globalizmit jo gjithmonë karakterizohet si monogjuksore dhe monokombëtare. Është kthyer kohët e fundit te kjo çështje me autoritet, me kompetenze, kolegja italianiste me origjinë arbëreshe Margherita Ganeri, e cila propozon që edhe rryma e autorëve me origjinë italiane, për shembull të letërsisë amerikane të sotme, të përfshihet njëkohësisht të letërsia amerikane, por edhe të letërsia italiane moderne dhe bashkëkohëse. Të mos të harrojmë se në historinë historiografisë letrare shqiptare, vetëm studiues që shtroi deri sot këtë problem duke na treguar një model të mundshëm zgjidhjeje brenda historisë së letërsisë shqipe, ka qenë ndjeri Robert Ersi, që në kuadrin e letërsisë arbëreshe të shekullit 19 e të shekullit 20 ka vendosur me një hapësirë të posaçme figurën e Domenico Mauros, krahas autorëve të tjerë që kanë përdorur vetëm italishten, duke autor arbëresh, këtu fjala vjen për Angel Mashin, Raffaele Lopez, Luigi Petrassi, Angel Basile, Felice Staffa, Emanuele Bidera, Vincent Orsi e të tjera, duke i kushtuar një kapitull të veçantë të këtyre figurave me titull Kontributi i shkrimtarëve të arbëresh që kanë përdorur italisht. Nuk është seria kjo për të ndarur te kjo pikë dhe te kjo pikë pyetje, të kërkojnë akademitë tona që pa atë në mirësinë të na organizojnë sot këtë konferencë ndërkombëtare mbi këtë figurë qendrore të kulturës evropiane si baroni, për ta shtruar atë në ndonjë rast tjetër, duke shpresuar se ky zgjerim do të sjellë avantazhe edhe duke inkuadruar autorët tanë, jo vetëm ato të skaluarës, por dhe autorët tanë të sotëm brenda një perspektive shumë kulturore edhe, si mund të themi, plurikombëtare, do të thënë që në epokën e globalizmit do t'i jap letërsisë një frym tjetër. Ju faleminderit për vëmendje. Faleminderit shumë profesor Altimari, si për ekspozen e gjerë që dëshmon që baronizmi në të caktuara ka shfaqje konkrete, si dhe për respektimin e kohës që keni kërkuar a priori për paraqitjen tuaj. Ju faleminderit shumë. Kam nderin prezantoj kolegen Olimpia Gargano, studiuese e kulturës hershme shqiptare, etnokulturës son, autore disa vëllimeve monografike,
albanologe në kuptimin e mirëfillt të fjalës që na ka nderuar me ardhin e saj sot. Ajo do të flasë me një kumtim mjaft interesant. Titulli fillon me një varg nga këngët më të rëndësishme të Childe Haroldit, Oh Where Dodona Is Thine Aged Grove, dhe interpreton se si shtektimi i Haroldit ka qenë një guidë në udhtim për autorin Ugo Jetti, studiuse të cilit është vetë Olimpia Gargano. Fjala për ju, kolege, faleminderit. Grazie mille. I will be there to see. So thank you very much for inviting me here in this academy, which is to me is not just to me, the highest symbol of the Albanian cultural research. I want to say thank you in particular to Professor Sinani and to Evalda Paci, with whom we collaborated on these weeks about. And unë e kërkoj falje që nuk mund të prezentoj në Shqipe. Dhe ju falenderoj që jeni këtu për të dëgjuar. So, this book, so it's visible. Yeah, but I need to see the, okay, I'll wait, I don't need this. Okay. So, this book was written in 1902 from Ugo Oietti. Ugo Oietti at that time was a collaborator. First of all, he was a writer, and he was a journalist on the behalf of the Italian newspaper Corriere della Sera. On 1901, Ugo Oietti was sent to Albania, and of course, all of you know very well, and very bad also, how in that time Italian politics was very interested in Albania, its economy, and so on. To my surprise, this travel book of Ugo Oietti is not yet well known in Albania, and I want to point out, I ask your attention on the year in which Ugo Oietti traveled to Albania. Ugo Oietti embarked from Brindisi in southern Italy to Preveza on June 1901. So now 1901 is a topic year, because in the same year in which Ugo Oietti started his trip to Albania, there was another very famous and very seminal, important work, French work about Albanian culture was published, namely l'histoire des souvenirs de la Haute Albanie du Baron Théodore Jules de Grand, which is still nowadays one of the most important French books about Albania. So it was published in 1901. And let's not forget that in 1901 is the same year in which Mary Edith Dairam set her foot on Albanian land, and then she became, as we well know, Kralika e Malsorba. We don't know if Ugo Oietti and Edith Dairam, they meet each other in Albania, of course, but their attitude is very different. I don't want to take more time. I want just to point out some specific access levels of the representation of Ugo Oietti, which the book is entitled L'Albania. So this is the original book published in 1901. The book was out of print, so in 2017, I edited a new edition of this book. So this is the original edition published in 1902. This is the edition I took care of, which was published in 2017. And I don't know, maybe it's too, I'm not sure. No, I'm quite sure you cannot read the dedication. Could you?
because I want to read because this is important. I'm a bit proud because I succeed in finding the recipient of this dedication, because Ugo Ieti, he dedicated his book to Giulio Oietti as a sign of affection for his homeland. So I was struck by this name of Giulio Lecca. Okay, of course, to me, Giulio Lecca could be an Italian name, but since Oietti said that he dedicated this book to Giulio Lecca in sign of affection for Giulio Lecca. Recording in progress. Problems? No. I made some research and I find out that Giulio Lecca actually was Giulio Lecca Dugaggini, one of the Dugaggini family, and he was living in Italy at that time. But anyway, this is a detail. This is not the focus of this presentation, this presentation aims to point out how much Childe Harold was considered by Ugo Oietti his travel book to Albania. This is something which was quite normal in all the long of the 19th century, because as you well know, very well, Byron traveled to Albania, paved the way to a lot of travel books to Albania. And I will point out, there are two, I like very much the word Byronismi. There are at least two kinds of Byronismi after Byron, meaning there are European writers like Victor Hugo, Lamartine, and Dumas, Alexandre Dumas. They were, and many others, they were inspired so much from Byron, Albania, and they started writing lyrics and poems and books and novels inspired from Albania. But we have to pay attention that none of them was in Albania. So they imagined their own Albanian on the frame of the Byronian Albania. Then we have another level of the travel writers who were in Albania on the Byron footsteps. And I would like to open a parenthesis, even if this is not the focus of this presentation, that maybe it's not well known that the first female author of a travel book about Albania was an English, far earlier than Edith Bayram, and she was in Albania in 1863. She published, her name is Mary Ann Beaufort, better known as Viscountess Strangford, because she was traveling with her husband, the Viscount Strangford. She was a painter. So in 1863, she wrote this travel book, illustrated by paintings about her travel to Albania. And she was on the footsteps, or on the Byron footsteps, so much that apparently it was not just a matter of their attitude toward the dirty. We have, unfortunately, not just, I think, not just English travelers, but they could beat, and they did, beat their guides, and she did so because her guide to Albania did succeed in showing her the same places which Byron had visited. So there was this research of to see Byronian places. Even more, they were, in a way, they were not so much interested in knowing Albania. They were very interested in seeing what Byron had seen. But let's go ahead with the book. Of course, we don't have time to translate that. I will ask your attention on the very lyrics prose of this book. This is the beginning of this is the incipit, and this is
there is a very beautiful description of Preveza on the market and everything, and which is more important. And on the third page, could you read there when he say, guarda il golfo d'Ambracia dove una volta fu perduto un mondo per amor di una donna, amabile e tenera cosa, esclama il giovane Harold per bocca di Byron. Because, as Ugo Yeti points out very clearly, Child Harold was his travel book to Albania, which, as I said before, it was not obvious in the 20th century. But now I'm proposing you a comparison between Child Harold, Byron Child Harold, and I want to say thank you to Evaldo because thanks to our conversations, I realized that when Ugo Yeti quotes in Italian Child Harold, he's not quoting an Italian translation. He is translating the original work because he says, he wrote, I have with me the Byron Child Harold, and sometimes he quotes original verse in then he adds his Italian translation. So it's interesting. We have in this book also a poetic translation from an Italian writer. Okay, well, I don't want to take too much time. But if you're in it, okay, everything can be seen, will be seen in the proceedings of the conference. We have the comparison between the Oyeti's vision and Byron verses about Albania. I care very much about showing you something which Oyeti wrote 1 year before 1902, because this book, L'Albania from Ugo Yeti, was published, as I said, in 1902. But on the previous year, okay, here we have some examples of visual representations. What I mean for visual representation. Oyeti was a travel writer, but let's not forget he was a journalist. And as a journalist, he was very attentive and very careful in describing daily life. And of course, like all travelers to Albania, one of the first thing, if not the very first thing, which would attract their attention were the magnificent Albanian costumes. And this is something which he always pointed out. In the first page, you could see, as I said, unluckily there is no time to translate in English, but he's describing an Albanian in fustanella. He's very careful in noticing some details which were not very familiar to other foreign travelers to Albania. In this slide, he notices something which, as I said, it was not too familiar to other travelers. He noticed that in the High Albania, mountaineers, they were mourning the death of Skanderberg by adding a black list to their jacket. And so it is a very, very careful attention to details. Now you will be surprised to see, which is something which is apparently out of context, but as I said before, Maria di Dairam was traveled to Albania in the same year, and I was struck by one of her very first, of Maria di Dairam's visions of Albania, were the blue mountains of Albania she saw from the Montenegro, from Malezi. And the Oyeti too, in his pages, is
describing the Montagne Azzurre dell'Albania. And so this is a sort of another topic, if you wish, topical descriptions or description of Albania. But now, if you had been attentive, you would remember that at the beginning I said, please pay attention to this year, 1901, because while the book L'Albania from Ugo Ieti was published in 1902, and the previous year, the Corriere della Sera, the monthly magazine, which is called La Lettura, the monthly magazine of the Corriere della Sera, published this, to me, stunning reportage from Ugo Ieti, which, to my knowledge, until now had not been put in, has not been well known, or maybe not known at all. And in his reportage, Ugo Ieti made something very similar to what Alexandre the Grand did by, you know very well that dans Les Souvenirs de la Haute Albanie, Alexander the Grand is portraying costumes. And this is the same thing which Ieti did. So I want to make sure that it's clear that these pictures are not in the book. So I will conclude with a proposition, maybe a new edition of this book of Ieti could be implemented with his magnificent photographies of Albanian customs. Thank you very much. Faleminderit shumë, profesorish Gargano. Do jep fjalën zotni Luana Ramës nga Inalco Paris. Ju faleminderit edhe një herë zoti Rama për gatishmërinë tuaj. E do kumtoj me Lord Byron, një figurë frymëzuese dhe karizmatike për Francën e shekullit 19 e më pas. Faleminderit. No. Përshëndetje. Së pari isha të falenderoj Akademinë e Shkencave që ka ndërmarrë një nismë të tillë të organizimit të një konferencë shkencore për Byronin dhe Byronizmin. Byroni nuk është një figurë e kaluar, është një figurë që ka një aktualitetin e vet dhe që po të shikosh edhe në Francë, për shembull, ka studime të shumta, libra të tjerë të rinj, të cilët i referonin Byronit dhe veprave të tij në mënyrë të veçantë, Manfredit ose orientaleve të tij e tjerë. Kështu që edhe kjo referencë e Byronit mund ta gjeni për shembull në Muzeun e Romantizmit në Paris, ku si thua theksohet kjo frymë e byronizmit në gjithë romantikët francezë të shekullit 19. Unë do të përqendrohesh pak në mesazhin prometean të Byronit në Francën e Lumierëve. Shfaqja e Byronit në Universin Poetik e Letrar të Europës ishte një vetim e shndritshme, drita e cilit do të ngjizej në vetë kujtesën e Evropës. Në fillim ishin këngët e para të Çajt Haroldit, nisur që në shtektimin e tij të parë nëpër Shqipëri e Greqi në vitin 1809, të cilat gjetën një eon të veçantë letrare së pari në Angli dhe pastaj në Evropë. Liberal dhe me frymëzime autentike, me një varg mjaft të fuqishëm poetik, simbolik e filozofik, ai hapi një faqe të re në letrat evropiane, atë të poetit të angazhuar. Frymëzimet e tij gjatë udhëtimit në Shqipëri e Greqi sollën në perëndim afrimin në një kohë të re të luftrave për liri e pavarësi. Ai e urrente barbarinë osmane dhe veprës së tij donte të jepte një mesazh të ri, atë të poetit që vihet në krye të një lëvizje popullore për liri. Në hyrje të veprës së tij Don Juani, Baroni shkruante: "Kërkoj një hero." Dhe në të vërtet, ai e gjeti dhe e mishëroi atë. Siç kujtonte vetë Byron në një letër të tij të vitit 1817, unë doja në mënyrë pasionante Prometeun e Eskilit. Kur isha fëmijë në Harrow,
Gjatë vitit e lexova 3 herë këtë libër. Prometeu ka qenë gjithnjë i pranishëm në kujtesën time, aq sa ndjej ndikimin e tij në çdo gjë që shkruaj. Pa hyrë në jetën e tij personale dhe libertine, me flirtet e shumta dhe dramat familjare, dashuritë e ndaluara në një Angli viktoriane dhe puritane, influenca e madhe e revolucionit francez në shkatrimin e monarkisë franceze dhe triumfin e idesë së lirisë me devizën liri, barazi e vëllazëri, vajtja e tij më pas në Itali, lidhja me lëvizjen e karbonarëve kundër pushtuesve austro-hungarez, formuan tek ai një ndërgjigje të re, ato të shkrimtarit në shërbim të popujve të shtypur. Byroni u detyrua të largohej nga monarkia angleze dhe shoqëria e vjetër koloniale, ku nuk e gjente vetveten, në një kohë që 2 dekada më parë kishte ndodhur revolucioni francez dhe shëmbja më sfundi e monarkisë. Ja pse ai u udhtoi në disa vende evropiane. Duke lënë Zvicrën, ai shkroi poemën Prometeu, ku lufton kurajën dhe guximin që ai u solli njerëzve zjarrin e shenjtë të hyjnive. Duke u drejtuar Prometeut, ai shkruante: Ti je simbol, jedhunti e vdekatarëve, forca dhe fati i tyre. Ai e cilëson Prometeun orakull dhe fitimtar gjën në vdekje për fatin njerëzor. Byroni dhe Shelley ishin 2 kolosët anglezë që u detyruan të mërgojnë nga Anglia, që të dyja antimonarkistë dhe ateistë. Kohë kur Shelley votonte librin e parë ateist në fillimet e shekullit të tij dhe që të dy të frymëzuar nga revolucioni francez, të bindur se një epokë e re e emancipimit shoqëror dhe politik fillonte në kontinentin e vjetër në Evropë. Byronizmi si një fenomen transkulturor në botën frënge. Franca ishte një nga vendet e para që njohu poetikën e fuqishme të Byronit dhe më pas prozën apo dramat e shkruara të tij, që në vitin 1918 në Paris u nisën të botohen në anglisht librat e Byronit për britanikët në Francë apo turistët anglofonë, amerikanë e tjerë. U bën aq shumë ribotime sa që në vitin 1842 do të kemi ribotimin e 11 të veprave të plota të tij dhe Complete Works of Lord Byron. Në fillimin e viteve 20 të shekullit 19 në Francë, nisën të shfaqeshin portretet Byronit, skica apo foto tablosh, që ishin ato punuar nga miqtë e tij, si piktura e Byronit me kostumin shqiptar e Thomas Phillips Westall, apo portretet piktorëve dhe miqve të tij Harold, Richard e tjerë. Në rrethet letrare në Francë bisedoi rreth poetit të ri dhe aventurier për udhëtimet e Charles Haroldit e më pas Gjauri, Corsair, Lara, tregimet orientale të tij. Shpejt byronizmi u kthye në një fenomen kulturor, veçanërisht në rrethet letrare intelektuale, ku ai po shndrohej në një lloj modeli me konceptin e kampionit lirisë. Pasi Byronit për ta ishte mbartës i shqetësimit të intelektualëve reformator me përpjekjen për ndryshimin e sistemeve shoqërore dhe të asaj që e quanin la condition humaine, gjendja njerëzore. Duhet theksuar këtu se edhe pse Franca kreu revolucion e vet për përmbysjen e një monarkie mira vjeçare, pas luftrave napoleoniane, Republika ra. Dinastia mbretërore u shfaq sërish. Presidenti Napoleoni III e shpalli veten perandor dhe ja pse byronizmi ishte aktual dhe frymëzues për shoqërinë franceze të shekullit të 19. Në tregimin e tij, Tundimi i Shën Antoanit, Flaubert u frymëzua nga Kaini i Byronit dhe Fausti i Goethes, që në 19 vjeçar ai deklaronte se adhuronte 2 shkrimtarë të mëdhenj të botës letrare, Baronin dhe Rabelais. Në një shkrim të hershëm të tij, Portreti i Lord Byronit, ai thekson: "Po Baroni nuk kishte gjë më të bukur se sa liria dhe gjë më të neveritshme se sa paraja. Ai shkoi në Greqi për të luftuar në rilindjen e një vendi që po jepte shpirt nga skllavëria. Ai shkoi për të ngritur nga balta karron e lirisë, që kishte rënë në baltën ku e kishin zhytur tiranët. Ajo baltë e fisnikëroi atë dhe e bëri të pavdekshëm, birin e shekullit." Poeti i madh Gerard de Nerval gjeti tek vepra dhe akti humanist i Byronit diçka shpresdhënëse. Në poemën e tij kushtuar Byronit mendim, de Nerval, i cili këtë poezi e cilësonte elegji, shkruante: "Fryma e shpresës kishte përshkuar zemrën time. Sa herë i përlotur këndova hiret e tua hynore, theksimet e mia ishin plot sharm, sepse ti më frymëzoje."
Ishte e vërtetë se në këtë kohë, Byroni u bë frymëzues për një pjesë të madhe të letrarëve të mëdhenj francezë. Në 1839, romancierja George Sand, duke shkruar një ese të rëndësishme në La Revue de Du Monde, të titulluar Ese mbi dramën fantastike, Goethe, Byron dhe Mickiewicz, e vlerëson në mënyrë të veçantë kontributin e Byronit, duke shkruar se Byroni ishte ndoshta i vetmi bashkëkohës i Goethes që kuptoi rëndësinë e zhanrit dramatik. Ajo i referua madje edhe Goethes, i cili rreth Byronit do të shkruante. Tragjedia e Byronit Manfredi, ku ata piktakoheshin me njëri tjetrin, më duket një fenomen i mrekullueshëm dhe më ka prekur shumë. Ai aq shumë u frymëzua nga personazhi i Faustit, sa personazhi i tij është krejt tjetër dhe më duhet veç ta admiroj gjeninë e tij. Në kohën kur ishte konsul në Itali në La Scala të Milanës, Stendhali, pra Henry Böll, u takua me Byronin, takim që u pasua me shumë të tjera. Forca poetike e veprës së tij, e veçanërisht kuraja në luftën kundër sistemeve të vjetra shoqërore politike, e tërhoqën menjëherë shkrimtarin francez. Në një letër që i dërgonte një mike i shkrimtare, Stendhali shkruante se ndjenjat e tij për Byronin ishin shumë fisnike, bujare dhe të fuqishme, me një fjalë në nivelin e gjenisë. 8 vjet më vonë Stendhali shkruan kujtime dhe boton librin Kujtim egoizmi, ku pohon admirimin e pandryshueshëm tij ndaj Byronit. Por vepra e Byronit nikoi madje direkt në shkrimet e shkrimtarit francez. Në romanet Lucien Levin dhe E kuqja dhe e zeza, shumë kapituj të librit fillojnë me citime nga shkrimet e Byronit. Po kështu, vetë Byroni e frymëzon në krijimin e personazhit famshëm Fabrizio del Dongo në Kështjella e Parmës, një personazh romantik, plot aventura, me dashuri dramatike e tjerë. Ishte vetë modeli i Stendhalit. Po kështu Balzac e pati Byronin si model për personazhin e konsulit në librin Honorin, votuar në 1843. Lista e admiruesve të Byronit në skenën letrare filozofike franceze është e gjatë. Në këtë kohë Alfred de Musset u entuziazmua aq shumë pas këtij heroi të ri, siç shkruan në librin Kujtimet e Alpeve, sa kritikët e shpallën duke i quajtur Mademoiselle Byron. Në poemën e tij Lord Byronit, de Musset shkruante: Ti që bota nuk ta njeh emrin e vërtet, shpirt misterioz, vdekatar, angjëll dhe demon, sido që të jesh Byron, i mirë apo genial fatal, unë i dua koncertet e harmonisë së ashpër, siç dua zhurmën në rufes dhe të errave. Influenca e madhe ishte edhe tek Alfred de Vigny apo Prosper Mérimée, i cili u interesova për botën shqiptare. De Vigny identifikonte prurin e tij poetike vetëm me Byronin dhe me frymën e tij që nga libri Ditari i një poeti. Tek ai, shkruan kritiku francez André Jarry, në studimin kur De Vigny fliste si Byronin, ndikimi i Byronit ishte jashtëzakonshëm. Nuk mungon as Baudelaire të shkruaj për këtë poet anglez, të cilin e cilësonte poet salamandrin, pra gjithnjë në sprov të zjarrit. Është një epitet shumë i bukur që Baudelaire e ka cilësuar në Byronin. Në një poezi të tij, duke u shprehur për poetët, Baudelaire do ta vendosë Byronin midis Goethes dhe Shakespeare-it. E më pas do të vinin poetë të tjerë, si Dante, Ariosto e tjerë. Të tjerë vlerësonin më shumë Prometeun e tij. Nga ana e tij, Prosper Mérimée në veprën e tij Studime anglo-saksonte, e cilësonte Byronin Bonaparte i poezisë. Është interesante kur mendon se Byroni vetë adhuronte figurën e Bonapartit, edhe pse Bonaparte donte ta shkatronte monarkinë angleze përmes bllokimit të saj nga Europa kontinentale dhe asfiksimin e mbretërisë. Eseja e Byronit titullohet Bonaparte dhe i dedikohet një akademiku francez, miku të tij, Casimir Delavigne. Studiuesi i sotëm Daniel Salvatore Fischer, në veprën e tij Lord Byron, Botimet Gallimard, shkruan se Prometeu dhe Manfredi janë paradigma më e mirë e Byronit. Ndriçimet e qenies së tij janë shkëndiza prometeane, thekson ai. Është një studiues tjetër i sotëm, Daniele Sarat, i cili shkruan se Byroni afrohet më shumë heroit prometean se atij faustian.
Victor Hugo zbulon thelbin e vërtet të Byronit dhe e proklamon atë poet si poet liberator. Po e veçojmë këtu Victor Hugo nga korifejt e tjerë të letërsisë franceze të asaj kohe, pasi na duket sikur ai më shumë se të tjerët e shoqëroi për një kohë të gjatë veprën e këngëtarit Prometeut me orientalet e tij. Referencat janë të shumta, i frymëzuar nga Mazepa me Byronit. 4 vjet pas vdekjes së tij, Hugo boton Mazepan e tij, duke u bashkuar frymës byroniane dhe duke cituar që në fillim të poemës shprehjen e Byronit. Away, away, përpara. Edhe pse një vjeshtë tjetër, të dy poemat duke sikur shkrihen në një, ato kanë një forcë, të njëjtën forcë, të njëjtin vrrull, dramacitet dhe tingëllim heroik. Është fakt që shkrimet e Byronit frymëzuar nga një botë në zgjim në Ballkanin e robëruar dhe obskurantistë, bën që shumë shkrimtarë e artistë francezë të mbruheshin me ide të reja. Bota duhet ndryshuar. Ja pse dhe vepra e Hugoit në vitet 30-40 të shekullit 19 fitoi dimensione të reja, ato të luftës për liri dhe një qytetërim të ri. Në poezinë Navarin, që i referohet betejës fashme detare mes luftarëve të revolucionit grek dhe armadës osmane në gjirin e Patras, Victor Hugo shkruante: ngushëllohu ti Greqi e lirë, Tiranë s'ka më, ngushëllohu ti Greqi e Byronit dhe Homerit. Këndoni, nëse zëri juaj është i hidhur, ky zë nuk është shuar. Fryma byroniane dhe republikanizmi i Hugoit u ngjisën mes tyre. Byroni e shkruan bukur omazhin e tij për humbjen e Byronit. Hugoja. Në kohën e revolucioneve tona të mrekullueshme, dy sisteme politike luftonin mbi të njëjtën kohë, shkruan Hugo. Një shoqëri e vjetër më së fundi përmbysej dhe një shoqëri e re nisi të ngrihej. Këtu rënoja, atje përpjekje. Në këngët e tij funebre, Lord Byron shprehu konvulsionet e një shoqërie që po jepte fund. Imagjinata e tij ngrihej në atë lartësi ku s'mund të kthej pa krah. Shqiponja i ka sytë e fiksuar mbi tokë dhe ka në atë vështrim sublim që poeti i shpërndau deri tek dielli. Kanë thënë se autori i Don Juanit për nga ana shpirtërore i përkiste shkollës së autorit të Kandidit. Gabim. Ka një ndryshim të thellë midis të qeshurës së Byronit dhe asaj të Voltairit. Voltairi nuk kishte vuajtur. Kur Byroni shkroi Don Juanin në Itali, ai hezitoi për botimin e tij. Në një nga letra dërguar botuesit në Londër, ai shkruante se ky libër ka mjaft shakare dhe kam frikë se është shumë liberal në këtë shoqëri britane, për çka më duhet ta botojnë në mënyrë anonime. Në fakt, ai e botoi më vonë me emrin e tij. Dhe Hugo ishte ndër të para që e kuptoi mesazhin e Don Juanit, e këtij vëllimi poetik voluminoz. Aty ishte revolta Byronit ndaj shoqërisë së vjetër dhe hipokrite. Jemi në kohën kur Franca kishte kryer revolucionin, rreth 2 dekada më parë, ndërkohë monarkia angleze ishte mbretëria më e madhe koloniale në botë. Delacroix dhe piktorët e tjerë francezë kësaj kohe, domethënë orientalet e Byronit krijuan një frymë orientale dhe në pikturën franceze. Veprat e Byronit do të gjenin një anë të veçantë tek artistët francezë. Delacroix ishte një nga piktorët francezë më në zë të asaj kohe, që e pati Byronin një idhull në krijimtarinë e tij pikturale. Mjafton të lexojmë ditarin e tij, e padyshim të shohim morinë e veprave të tij të frymëzuar nga poeti anglez për të kuptuar impaktin e madh që ai pati tek Delacroix dhe piktorët e tjerë francezë të epokës romantike të viteve 20-50 të shekullit 19. Ja çfarë shkruante ai në ditarin e tij. Sa do të doja të isha poet, të paktën të shkruaj përmes pikturës. Kujtohu që për të frymëzuar përjetësisht do më duheshin veç disa pasazhe nga vepra e Byronit. Ai e lexon Byronin me kalem në dorë, mban shënime, frymëzohet, skicon dhe ndjen gëzimin e krijuesit të angazhuar brenda vetes së tij, duke i rikthyer Byronit përsëri e përsëri. Byroni është shpesh në bisedat e tij me piktorë të tjerë të shuar të kohës tij, siç ishte Monsieur Auguste, Géricault e të tjerë. Nga udhëtimi i tij në Greqi, Zoti August i sjell në studio kostume shqiptare që kishte bler dhe që ai mund t'i vizitonte. Dhe ne i kemi parë ato në etydet e tij me ngjyra ose në skicat e tij. Në këtë frymë Delacroix krijoi veprat më madhore të tij,
siç ishin vdekja në Sarandapale, Gjauri, e fejuara e Abidos, Mazepa, apo Greqia, mbi rënojat e Misëlonit. Duke lexuar tregimin e fejuara e Abidos në ditarin e tij të datës 14 maj 24, pra më pak se një muaj pas vdekjes së Bajronit, ai shkruan: Fondi i tregimit dhe vdekja e Selimit, trupi i tij që merret nga valët dhe veçanërisht ajo dorë që ngrihet mbi dallë e që vjen dhe vdes në breg të detit, gjithë kjo është sublime. Andjej se piktura ime mund ta rrok të gjendjen. Po kështu dhe Gjauri, me skifterët që brejnë sjepat e tyre para dy luftimit personazheve. Po vazhdoj më poshtë që të mos ju marr nga koha. Mund të flas këtu Se janë edhe seancat pasuse. sigurisht E kuptoj. për pikturën e tij Marko Boçari që sulmon kampin turk, ose për Ari Shefer, i cili ishte një piktor i jashtëzakonshëm dhe që ju drejtua temës orientale dhe duke u frymëzuar nga Manfredi, ka bërë një portret të vetë Bajronit, i është referuar Don Juanit e tjerë. Po kështu Gjeriko, domethënë, është një nga këta piktorët mjaft interesantë, orientalistët më të mëdhenj të kësaj kohe, i cili është frymëzuar në disa vepra të tij, të cilat po i lë në tekst që të jenë në tekstin përfundimtar. Po kështu janë Dekan, Deveria, Papeti, Bido, Louis Boulanger me kompozimin e tij Vuajtje Mazepas e shumë të tjera. Po kështu mund të zgjatesh pak dhe me piktorin David Danger, i cili ka bërë, i frymëzuar nga Bajroni, ka bërë dhe monumentin e tij për varrin e Marko Boçarit në Misolonj. Bajroni dhe Misolonji. Jemi pak detyruar ta ngushtojmë, sepse edhe kumtesa pasuse profesor Hullrit ka të bëjë me artin, edhe nuk duhet as kemi përsëritje as Po i kaloj, po them edhe na mirë diçka kuptoni. më konkrete lidhur me influencën dhe me omazhin që i ka bërë Ygoja Bajronit me rastin e vdekjes së tij. Ai vdiq në mënyrë më fisnike. Kur na lajmëruan për vdekjen e tij, na u duk se na hoqën një pjesë të ardhmërisë sonë. Në kohën e revolucioneve tona të mrekullueshme, dy sisteme politike luftonin në këtë kohë. Kuptohet që Hugo thotë se me lajmin e vdekjes së tij na u duk se na hoqën një pjesë të ardhmërisë sonë. Është e qartë, domethënë, kjo shprehje për rëndësinë që i kushtonte ai Hugos. Po kështu kemi kujtimet e Aleksandr Dumas, të cilat nuk po i lexoj. Kemi gjithashtu kujtimet e Flaubertit, i cili kur shkoi në kështjellën e Shilonit, që është buzë liqendit të Zvicrës, gjeti mbi shkrimin e Bajronit. Mjaft interesante mënyra se si e koncepton ai figurën e Bajronit, po kështu Stendhali përsëri, po kështu Lamartini me këngën e fundit të Haroldit e tjerë. Fraza e fundit që mund të citoj nga kjo kumtesë: figura e poetit të revolucionit nuk do të shuhej me kalimin e viteve dhe shekujve. Franca, ashtu si dhe Perëndimi, i u referuan gjithnjë gjeniu të madh. Ashtu si me Rimbaud, surrealistët francezë të viteve 20-30 të shekullit 20 gjetën shumë pikë takime të përbashkëta me Bajronin. Robert Desnos shkroi madje një poezi për të. Një nga referencat më sublime të shekullit 20 është ajo e Albert Camus, tek vepra e tij Njeriu i revoltuar, i cili Bajronin dhe Shellin i cilësonte fitimtar që luftuan me këmbgulje për lirinë. Pak nga pak, revolta e tyre i largoi pozës për të dukur, për të angazhuar, thot Camus, plotësisht në një luftë për lirinë. Mëtej Camus vazhdon: i revoltuar do të thotë gjithçka, pra identifikimi total me atë vlerë për cilën ai bëhet i ndërgjegjshëm, dhe që ta shoh veten të dominuar nga kjo forcë. Në fund të fundit, ai pranon gjerë dhe vdekjen, nëse duhet të privohet nga kurrizimi i asaj që ai e quan lirinë e tij. Më mirë të vdesësh në këmbë, se sa të jetosh i gjynjëzuar. Nga një anë kemi kampionin e lirisë, nga ana tjetër ai na shfaqet si një pinjoll i Prometeut modern, duke u bërë simbol i poetit humanist. Kaq. Faleminderit. Profesor Ferit Hulleri nuk është i pranishëm për një arsye të fortë shëndetësore. I kemi premtuar me që ka sjell imazhe shumë domethënëse që
e mbështesin fort edhe ecurinë e konferencës që do të lexojmë një sintezë të thuhet nga paraqitja e tij, do t'ju marr vetëm pak minuta. Për këtë arsye dhe ngulmova që t'i jepi koha e duhur sepse ai është historian i artit dhe ka motive që qëndrojnë më së miri në kumtesën e tij. Byron, frymëzuesi i temës shqiptare në art, titullohet Paraqitja e profesor Ferit Hullerit. Pas udhëtimit që bëri në Tepelen gjatë vitit 1809, kur shkroi për traditat dhe zakonet botërore të vendasve, për veshjet e bukura duke pozuar në studion e piktorit Thomas Phillips në Londër, poeti i famshëm i romantizmit anglez Byron nikoi më shumë në përkapjen e temës shqiptare nga artistë evropianë. Vargjet e tij për bitë shqipes të Childe Haroldi, si dhe vlerësimi për veshjet me mallshtore, nxiten shumë artistë nga Europa në realizimin e tablove, gravurave dhe krijimeve të tjera. Nisur nga fama e tij e madhe, nga rrezatimi i krijimtarisë dhe figurës së tij me fuqinë e një Prometeu të shekullit XIX, siç e ka quajtur Bielinski, për shumë autorë apo vepra të veçanta të krijuara gjatë shekullit XIX dhe fillimit të shekullit XX, Byroni mund të pakzohet dhe si frymëzuesi i temës shqiptare në artin botror. Nga piktura Byroni me veshje shqiptare, u nxitën shumë artistë në realizimin e veprave të tjera kushtuar shqiptarëve. Sipas vëzhgimeve të studiuesve anglez Christine Kenyon Jones dhe Jeffrey Bond, në ilustrimet e para të veprave të Byronit, të realizuara nga piktori Thomas Stothard, personazhet paraqiten me veshje shqiptare si në pikturën e Phillipsit. Po ashtu dhe në shumë tablo nga Delacroix, Collin dhe autorët e tjerë të njohur që u realizuan në ndikimin e Byronit, figurat kryesore janë pikturuar me të njëjtën tipologji veshjesh. Gjithë këto piktura, ilustrime, litografi sot mund t'i paraqesim dhe si dëshmi të bukura piktorike që tregojnë se motivet shqiptare të Byronit përveç Childe Haroldit i gjejmë dhe në të tjera vepra si Tenusja e Bidës dhe Gjahuri. Nga poeti u ndikuan dhe piktorët e tjerë që nuk mundën të udhtojnë nëpër viset shqiptare. Në të parë të këtij grupimi është kreu romantizmit francez Delacroix. Në ditarin e tij të datës 11 maj 1824, pikërisht në kohën kur hidhten te lajo tablot me temë nga Shqipëria dhe Greqia, shkruante se gjatë pikturimit në studio për të nezur i tëri kujtonte vargjet të Byronit. E tablot e tij për shqiptarët, sidomos ato kushtuar Marko Boçarit dhe Suljotëve të tjerë, bartin atë fuqi, atë impuls dhe atë dinamizëm që njihet në vargjet e Byronit. Edhe tablot e romantikëve të tjerë francezë, Decamps, Scheffer, Jérôme Collin, ku paraqiten figura shqiptarësh me veshje tradicionale, janë në ndikimin e admirimit që ka shprehur më parë Byroni. Krahas këtyre veprave origjinale nga disa artistë të njohur evropian, janë pikturuar variantet e tablos Byroni me veshje shqiptare. Ndërsa autorët e tjerë, si edhe Muzel, të mbështetur te kjo pikturë, i kanë dhënë trajt figurës tipike të shqiptarëve për albumet me kostume nga kombe të ndryshme të Ballkanit. Kështu, për disa vjet piktura Phillipsit u shndërrua gati në një ikonë. Numri i veprave të frymëzuara nga Byroni është akoma më i madh. Po ashtu dhe tablot që e paraqesin poetin me veshje shqiptare nuk janë vetëm ato që u përmendëm. Rreth vitit 1840, italiani Ludovico Liparini pikturoi betimin e Byronit mbi varrin e Marko Boçarit. Midis grupit të madh personazheve, aty spikat figura Byronit që ndrit nga ngjyrat e qelura dhe që nisjet me art të kostumit shqiptar. Poeti anglez me kostumin shqiptar është paraqitur në mjaft vepra në mjedise të ndryshme greke. Njëra prej tyre ndodhet në Muzeun Benaki të Athinës. Të tjera tablo gjithashtu dëshmojnë figurativisht faktin e njohur se Byroni e mbajti të veshur atë kostum gjatë shtektimeve të tij nëpër Greqi. Pas vlerësimeve dhe jetësimeve në art, kostumi shqiptar u bë më i njohur në Angli e nëpër botë. Byroni e mbajti atë edhe në disa pritje ceremoniale në Londër. Më pas kostumin e veshën figurat të tjera të asaj kohe, madje disa prej tyre pikturuan po nga Phillips në të njëjtën studio në Londër. Janë të njohura portretet me veshje shqiptare të kolonielit anglez George Vivian, arkeologut, historianit të artit, politikanit dhe diplomatit të njohur si Austen Henry Layard, si dhe biografit dhe shkrimtarit Edward John Trennerly, tretër miq të Byronit dhe të Shelley. Kohët e fundit janë bërë të njohura dhe disa vepra të tjera ku personazhet njohura janë pikturuar me veshjet që përdori poeti. Me interes veçantë është tabloja Lord King, mburret me pamjen si Byroni. Pas pikturimeve të mësipërme, kostumin e tij të preferuar, Byron ia dhuroi zonjushet Margaret Mercer, vajzës së kontit Kate, me të cilën ka pasur një korrespondencë të gjatë letrash dashurie. Vajza angleze suggestionuar nga bukuria e kostumit shqiptar e veshi në ditën e ceremonisë së fejesës së saj. Në vitin 1817, Margaret martohet me kontin Flahaut.
që nga ajo kohë vizita në Boat House shoqërohet me emocione për çdo shqiptar, sa po ngjitesh në katin e dytë të godinës kryesore, përballesh me një sipërfaqe të madhe të çeshit, brenda së cilës është vendosur një manekin me imazhin e Byronit, veshur me rrobat origjinale të bardha të ndritura në art që poeti kishte sjellë nga Shqipëria në vitin 1909. Përveç fytyrës dhe duarve, gjithë shtati i manekinit është imbuluar me petka shqiptare, që nga shalli sipër kokës që varet mi shpatulla deri te çorapet, që nga jeleku, fustanella, xhamadani mëngores, të gjitha të endura dhe të qëndisura me mjeshtëri nga artizanet shqiptar të shekullit të 18. Në murin pas manekinit janë vendosur pjesë të tjera veshjes shqiptare si një jelek, një feste, një majtëse fishekësh e tjerë. Anas veshjeve ndollet një pllak mermeri, ku është gdhendur shënimi shpjegues rreth përbërjes së kostumit, bashkë me dhënat për kohën kur është marrë nga Shqipëria dhe kur është vendosur në atë muze. Jehona e veshjeve shqiptare të Byronit është shumë fishuar e në disa qindra ilustrime, litografi, gravura, tablo dhe vazhdon të ndjehet dhe në ditët e sotme. Nga autor të ndryshëm, shqiptar dhe të huaj, janë realizuar piktura të reja. Të vit, në përkujtim të 200 vjetorit të Byronit, një studente e dizajnit në Universitet të Nottinghamit stiloi dhe ekspozoi në mjediset e universitetit një variant të kostumit shqiptar mbështetur në pikturën e Thomas Phillips të vitit 1813. Ju faleminderit. Të nderuar pranishëm, e